Atëherë mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve, me të vërtet jam shumë e lumtur për të gjithë komentet në pyetjen a jeni të lumtur dhe jam shumë falendëruese, mirënjohëse dhe vlerësuese për gjithë urimet e juaja, për gjithë kontaktet e juaja, për gjithë mrekullin që ju jeni, me gjithë që sot kontaktova në Viber, ishte me të vërtet kënaqësi të dëgjoj për mënyrën se si ju keni ndryshuar mendimet e juaja dhe në këtë formë ju ke filluar të ndryshoni jetën tuaj. Unë bram ju premtova antarëve në I Empower, si dhe klientëve të cilët janë në biznesin e Floririt, se do të bëj një webinar sonte. Por ja që këtë webinar dua ta ndaj me të gjithë ju, jo vetëm me antarët në I Empower apo klientët. Sepse me të vërtet jeni të mrekullueshëm. Jeni fantastik, jeni të gjithë të mrekullueshëm dhe jeta është e bukur. Unë dua që të ju them se në këtë jetë ju të brengoseni, por jo aq shumë. Sepse në qoftë se e analizojmë jetën dhe e analizojmë në aspektin, për shembull, religios, në aspektin fetar, ne të gjithë e dimë se ne jemi vetëm një shpirt i cili jeton në këtë fizik. Dhe përderisa në këtë jetë e kemi vetëm një rrugë të cilën duhet ta kalojmë, atëherë në qoftë se do të kishim zgjidhje të jemi të lumtur ose jo të lumtur, atëherë do ta zgjidhnim sigurisht të jemi të lumtur. Pse duhet të jemi të lumtur? Le ta analizojmë mirë këtë pjesë dhe le ta shohim jetën si një lojë. Le ta shohim jetën si ne tani jemi në një tren argëtues. Kemi paguar që të jemi te ky tren argëtues, kemi bërë biletën dhe jemi futur në këtë tren. Dhe tani ky tren njerë shkon lart. Pastaj fillon të shkojnë në një shpejtësi të madhe poshtë. Atëherë ne bërtasim. Dhe kemi frikë se çfarë është duke ndodhur. Por në fund, përsëri nuk ndodh asgjë. Dhe ne jemi duke luajtur me këtë tren argëtues. Jemi duke luajtur në këtë jetë, me sukseset tona apo dështimet tona. Sepse pa dështime nuk ka suksese. Në qoftë se ne nuk do të kishim asnjëherë dështime, nuk do të ishte interesante jeta, nuk do të ishte interesante asgjë që ne përjetojmë në këtë jetë. Tani shumica janë përgjigjur këtu dhe kanë thënë se janë të lumtur. Janë të lumtur, dikush ka thënë jo, dikush ka thënë me thënë pak se hiç, por shumica përgjigjen se janë të lumtur. Dikush thot pjesërisht, po që edhe ata që thonë pjesërisht, e thonë vetëm sepse ndoshta mendimet janë të tilla. Dhe në qoftë se ata fillojnë dhe analizojnë veten e tyre, analizojnë jetën e tyre, dhe çdo gjë që kam përjetuar dhe në fund përsëri jemi këto që jemi. Jemi përsëri të fortë apo jo? Çdo dështim, çdo zhgënjim na ka bërë më të fortë e më të fortë e më të fortë. Prandaj unë ju sugjeroj që nga sot të merrni shënime dhe të shënoni fjalinë. Çdo ditë në çdo mënyrë. Unë bëhem më mirë e më mirë e më mirë. Thoni këtë fjali 10 herë në ditë, 30 ditë radhazi.
Dhe me të vërtet do të shikoni një ndryshim të madh në energjinë tuaj. Sepse ju do të filloni të vlerësoni së pari trupin tuaj, do të filloni të vlerësoni së pari shëndetin tuaj, pastaj do të filloni të vlerësoni familjen tuaj, do të filloni të vlerësoni bashkëshortin tuaj, i cili mundohet që të sjell në familjen e tij ato që kërkohet nga ai. Do të vlerësohet çdo gjë që ai bën për familjen tuaj. Gjithashtu do të filloni ta vlerësoni bashkëshortën tuaj, sepse ajo jep më të mirën dhe sakrifikon shumë për ju. Dhe duhet ta filloni ta shikoni nga një kënd vështrim tjetër. Dhe nëse e ndryshoni pikpamjen se si shikoni gjërat, do të filloni të shikoni se sa shumë vlera ka bashkëshorti juaj ose bashkëshortja juaj. Sa shumë vlera kanë fëmijët e juaj. Sa të mrekullueshëm janë ata. Dhe sa bekime keni ju që keni mundësi të shijoni dashurinë ndaj fëmijëve, dashurinë ndaj bashkëshortit ose bashkëshortës. Kur të filloni ju që të thoni se jeta në çdo ditë, në çdo mënyrë bëhet më e mirë, e më e mirë, e më e mirë, ju atëherë do të largoheni nga pjesa e mendjes suaj. Do të largoheni nga pjesa e programimeve negative që ne kemi pranuar gjatë jetës. Dhe do të filloni që ta shikoni jetën tuaj përmes syve të zemrës. Në të moment që ju të filloni ta hapni derën, që ndoshta shumë gjëra që kanë ndodhur në jetën tuaj e kanë mbyllur atë, derën e zemrës suaj, atëherë ju do të thoni se jeni të lumtur. Sepse lumturinë nuk mund të na sjell asgjë që është jashtë nesh. Lumturinë nuk na sjell një fustan i bukur. Lumturinë nuk na sjell se do i rregullojmë flokët bukur, ose do i ngjyrosim flokët, ose kozmetik, ose se do i bëjmë buzët më të mëdha, apo do t'i rregullojmë vetullat, do t'i bëjmë pak më ndryshe. Asgjë nga kjo që është jashtë nesh nuk do të na bëjë të lumtur. Në qoftë se ne nuk e pranojmë atë që është brenda nesh. Në qoftë se ne nuk e pranojmë atë dashuri që është brenda zemrës sonë. Në qoftë se ne nuk fillojmë ta duam veten tonë të vërtet. Jo atë që është jashtë nesh. Jo atë që është dikush tjetër. Jo atë që është rrethi ku ne jetojmë. Sepse ne të gjithë kemi zgjedhur të jemi pjesë e këtij vendi ku jetojmë. Dhe në qoftë se fillojmë që të jemi të lumtur, të jemi falendërues, të jemi mirënjohës, në këtë formë ne do të arrijmë që të ndryshojmë mendimet tona. Duke ndryshuar mendimet tona, fillojnë të ndryshojnë edhe emocionet tona. Dhe janë emocionet tona dhe ndjenjat tona që sjellin pastaj manifestimin e jetës që ne e kemi. Dhe në qoftë se ju në jetën tuaj nuk i keni gjërat që ju doni, në qoftë se në jetën tuaj akoma nuk shihni manifestimet të mira, atëherë pyesni veten. Pyesni veten. Çfarë kam unë këtu brenda meje që nuk lejoj veten time të kem manifestimet që unë i dua? Ktheni gishtin tregues nga vetja juaj. Jo nga ajo që shikoni jashtë. Jo nga TV-t, nga lajmet, nga mendimet negative, nga talljet, nga gjërat negative që të tjerët mundohen t'i fusin tek ju. Por filloni nga një pikpamje tjetër ta shikoni jetën. Sepse jeta është e bukur. Në fillimet e mia në këtë rrugë tim të ndryshimeve të mendimeve,
negative, nga ato negative në pozitive. Kur mua më thonin se jeta është e bukur, unë nuk e besoja një gjë të tillë. Mirë po, me të vërtet jeta është e bukur. Jeta është e mrekullueshme dhe jeta, sepse nëse nuk është e bukur, kush do të ishte këtu? Të gjithë do të vendosnim që të shkonim në një dimension tjetër të energjisë. Nuk do të ishim në këtë dimension material të energjisë ku jemi tani. E duam jetën, prandaj jemi këtu. I duam emocionet, çfarë do qofshin ato? Qofshin emocionet pikëllimit, përqafoni emocionet e pikëllimit. Qofshin emocionet mallëngjimit, përqafoni emocionet e mallëngjimit. Qofshin emocionet mallit, përqafoni emocionet e mallit. Dhe jeni të lumtur që keni një njeri për të cilin keni mall. Ose keni një gjë për të cilën keni mallëngjim. Ose ju ka ndodhur diçka dhe nuk mund ta pranoni atë ashtu si të është paraqitur. Ne duhet t'i pranojmë gjëra që nuk mund t'i ndryshojmë, sepse ka gjëra në këtë jetë që ne me të vërtet nuk mund t'i ndryshojmë. Ka gjëra që ndodhin në këtë jetë që nuk janë të bukura dhe që ne e kemi shumë të vështirë t'i pranojmë, por duhet t'i pranojmë. Momentin që ne i pranojmë dukurit, ndodhit, si ngjarje të cilat ne nuk mund t'i ndryshojmë. Atëherë fillojmë dhe e pyesim veten. Okej, kjo ka ndodhur, është një diçka që unë nuk mund ta ndryshoj, çfarë mund të ndryshoj? Domethënë duhet të kemi guximin të ndryshojmë gjërat të cilat ne mund të ndryshojmë. Cilat janë gjërat që mund të ndryshojmë? Gjërat që mund të ndryshojmë janë, së pari janë fjalët që i përdorim. Çfarë fjalësh ne nxjerrim nga goja jonë? Çfarë bluan kjo goja jonë gjatë gjithë ditës? Goja jonë flet gjëra pozitive për jetën, flet gjëra të mira për jetën, flet sa e mirë është jeta, sa e bukur është jeta, sa mirënjohëse jam, sa falenderuese jam, që kam një trup, që kam 2 sy të shoh, që kam 2 këmbë të ec, që kam shëndet. Të jemi falenderues, mirënjohës për gjërat që kemi. Dhe kur jemi falenderues, mirënjohës për gjërat që kemi, atëherë ne do të tërheqim më shumë gjëra, më shumë njerëz për të cilët do të jemi falenderues dhe mirënjohës. Po së pari duhet të marrim përgjegjësi. Dhe përgjegjësi 100% për çdo gjë që ndodh në jetën tonë, nuk është e lehtë të marrim. Se më të lehtë se çdo gjë tjetër kemi që t'i akuzojmë rrethanat e jashtme. Më të lehtë se çdo gjë tjetër kemi të akuzojmë persona që nuk jemi ne. Më të lehtë se nuk ka bisedë më të lehtë se të thuash qeveria i ka fajet. I ka fajetika, i ka fajet kryetari, i qytetit, i shtetit, i Amerikës, e ku ta di unë kush. Ndërsa ne duhet të jetojmë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë me veten tonë. Askush nuk vjen që të na thotë, okay, ja kjo është puna për ty. Kjo punë është krijuar për ty, nuk vjen ashtu. Nëse ti nuk shkon dhe nuk troket atje. Nëse ti nuk shkon dhe nuk e kërkon atë që e don. Kërkoje dhe do të jepet. Kërkoje dhe gjithmonë do të jepet. Kërkoje pra dhe gjithmonë do të jepet. Trokite dhe do të hapet. Dhe gjithmonë do të hapet. Në qoftë se ti troket, ajo do të hapet. Dhe nëse duhet ta bësh ti, nuk e bën askush tjetër për ty. Duhet ta kuptoni këtë pjesë. Askush tjetër nuk e bën për ty. Askush nuk jeton për ty, askush nuk është i lumtur për ty, askush nuk ham për ty, askush nuk flen për ty dhe askush nuk vdes për ty. Ti lindesh, jeton, i lumtur apo i pikëlluar, kjo varet vetëm nga ti, nga askush tjetër, edhe pse ne mendojmë se janë rrethanat, janë njerëzit, janë ngjarjet, ata të cilët do të ndikojnë në lumturinë tonë. Dhe tani në qoftë se ju pyes unë, a keni ëndra? Cilat janë ëndrat e juaja? Cilat janë qëllimet e juaja? Dikush e di saktë se çfarë do.
Dhe ai që e din sakt se çfarë don, ai e di sakt se do ta merr atë që e do. Prandaj ne duhet ta dim sakt se çfarë duam. Ne duhet ta dim kur shkojmë në restorant, ulemi në restorant, na sjell menun kamarieri, ne nuk i themi na i sjell gjithë ushqimet që i ke aty. Se dikush thotë un kam shumë dëshira, un kam shumë ëndra, un kam shumë gjëra për të realizuar, po është e pamundur. Jo. Është njëjtë sikur të shkosh në restorant dhe ti thuash kamarierit mi sill të gjithë ushqimet. Po ti nuk e bën ashtu. Kur shkon në restorant e zgjedh ushqimin që ty të pëlqen, atë e porosit, dhe pastaj je i lumtur, bisedon me personin me të cilin je aty në restorant, kënaqesh duke biseduar, dhe je shumë rehat se kamarieri do të sjell atë ushqim që ti ke porositur. Ndërsa kur vjen fjala për dëshirat, kur vjen fjala për qëllimet, kur vjen fjala për ëndrat që kemi, ne lutim Zotin, o Zot, më jep, më plotso këto dëshira. Cilat dëshira të ti plotsoj Zoti? Cili është qëllimi yt që ti do të arrish që ta plotsoj Zoti atë qëllim? Sakt tregohet çfarë do. Çfarë do? Sepse kërko dhe do të jepet. Është një libër i cili përshkruan këtë fenomen mrekullueshëm. Kërko dhe do të jepet. Gjithmonë do të jepet atë që kërkon. Por çfarë ti e kërkon? Ne bëjmë lutjen, i lutemi Zotit për gjëra që duam, dhe pastaj vetëm tham, jo, nuk vjen. Nuk është e mundme. Ai ka fajet. Ai është shumë negativ. Ai nuk më lejon mua që unë të arrij ëndrrën time. Ato më pengojnë mua, ato e prishin energjinë time. Ato, unë sa jam mirë, ato më bëjnë përsëri keq. Dhe përsëri, tani, fillon dyshimi. Kur e porosit ushqimin në restorant, ti nuk thua, a do të ma sjell ushqimin, a do t'i fut kryp, a do i fut sheqer, a do i bëj kështu, a do i bëj ashtu. Ri në restorant dhe ri i qetë se do t'a sjell ushqimin që ti e ke porosit. Ndërsa, kur vjen puna te dëshirat dhe ëndrat dhe qëllimet për t'i arritur, atëherë na dalin me miliona dyshime që nuk e lejojnë Zotin ose universin të na e sjell atë që ne e duam. Sepse ne dyshojmë. Te kush dyshojmë ne? A jemi të vetëdijshëm se te kush dyshojmë? Dyshojmë tek ai që i besojmë. Si është e mundur që të brengosemi, të jemi jo të lumtur, që jetojmë në pikëllim, në hidhërim, duke besuar se është një fuqi, të cilën si të doni quani ju, dikush e quan Zot, dikush e quan Allah, dikush e quan Krishti, dikush e quan universi, dikush e quan inteligjenca e palimituar, nuk ka rëndësi si do ta quani. Por është një fuqi, është një forcë tek e cilat ne të gjithë besojmë, por nuk besojmë, sepse njerëzit që besojnë me të vërtet e kanë lumturinë dhe kanë çdo gjë që ata duan. Nuk është vetëm me fjalë të besosh, po duhet edhe me vepra të besosh. Duhet edhe të bësh, ka edhe një veprim që duhet të bëni. Çfarë ju bëni që të jeni të lumtur? Çfarë ju bëni që të keni sukses? Në bazë të programimeve të kujt ju jetoni. Kush vallë ju programon në TV? Pra në kujt janë televizionet, mediat, gazetat, filmat, muzika. Çka mësoni nga muzika? Çfarë tekstesh kanë këngët? Cilat janë ato këngë që ne i dëgjojmë? Çfarë filmash ne shiqojmë? Çfarë janë ato programime? Kush na jep ato programime? Pse na i vendosin neve ato programime? Pse na bëjnë neve që t'i shikojmë ato? A e keni pyetur veten ndonjëherë? A e keni pyetur veten ndonjëherë? Në qoftë se është, për shembull, le të themi është një lloj kremi kozmetik i cili mund të kushtoj 40 euro, nuk është probleme, bleni sepse duhet ta lyni fytyrën, ta bëjmë një mask, ta bëjmë të bukur fytyrën, nuk është problem, 40 euro nuk është problem. Por kur është fjala që të mësojmë si të jemi të lumtur, atëherë është problem, jo është shumë, 30 euro, 50 euro një libër, është shumë, sepse askush nuk na ka mësuar se ne duhet të lexojmë libra. Po çfarë librash të lexojmë?
Cilat libra janë ato që duhet të lexojmë? Kush i ka shkruar ato libra? Çfarë në jetën e tij ka arritur ai autor që e ka shkruar atë libër? Çfarë ka sjellur në këtë botë të mirë ai me veprat e tij që e ka shkruar atë libër? A pyesim veten ndonjëherë për këtë gjë? Apo vetëm lexojmë libra? Nëse autori që e ka shkruar librin i ka përjetuar atë që e ka shkruar, ai libër do të ju ndihmojë juve. A pyesni veten ndonjëherë cilin ju e dëgjoni? Kush ju jep këshilla juve? Cilat janë ato njerëz që ju i dëgjoni? Çfarë bëjnë ato njerëz? Çfarë kanë arritur në jetën e tyre? Që të ju japin këshilla juve? Janë më poshtë se ju apo janë më lart se ju? Ke qëllim të arrish diku? Ke qëllim që të bëhesh si dikush? Atëherë dëgjohat personi i cili e ka ecur rrugën, jo personi i cili vetëm e flet fjalën. Në sepse ka shumë që vetëm e flasin fjalën dhe asnjëherë nuk e kanë përjetuar as dështimin dhe as suksesin. Prandaj, cilin e dëgjoni e përcakton lumturinë tuaj. Dhe nëse s'keni askënd cilin ta dëgjoni zemrën tuaj. Filloni të qetësoheni dhe ta dëgjoni zemrën tuaj. Filloni ta dëgjoni atë zë i cili flet brenda jush. Dhe ju thot se ju do të arrini sukses. Ju do të jetoni jetën e ëndrave të juaja. Atë zë besoni, shumë besoni atë zë. Sepse ai zë, në qoftë se ju e besoni, do t'ju dërgoj në mbretërinë tuaj. Do t'ju dërgoj atje ku ju dëshironi shkoni. Dhe tani, keni qëllime. Dhe jeni shumë të zgjartë pas qëllimeve tuaja të i arrini. Po çfarë nëse nuk i arrini? Do të jeni të lumtur nëse nuk i arrini? Apo do të jeni të lumtur vetëm kur do t'i arrini? A më besoni mua se kur të arrihet qëllimin nuk do të jesh lumtur? A më besoni? Se nuk është ashtu kur të arrish qëllimin të jesh i lumtur, por e di kur je më i lumtur. Më i lumtur je në rrugën drejt arritjes së qëllimit. Se kur të arrish qëllimin do të paraqitet një qëllim tjetër. Dhe përsëri do të vraposh pas qëllimit tjetër. Pse për shembull ne shohim shumë njerëz të cilët ndoshta kanë shumë para, por nuk janë të lumtur? Sepse ato lumturinë e kërkojnë në diçka tjetër. E kërkojnë në një objekt tjetër që do ta bëjnë. E kërkojnë në një investim tjetër që do ta bëjnë. E kërkojnë në një shtëpi tjetër që do ta blejnë. E kërkojnë në një makinë më të bukur që do ta blejnë. Gjithmonë e dërgojnë lumturinë e tyre tek diçka që është jashtë tyre. Sepse nuk mund të kthehen brenda tyre. Nga se ndoshta, gjatë kësaj rrugë, ato dikun kanë gabuar dhe kanë shkelur njerëzit e tjerë që të arrinë suksesin që janë sot. Lumturia arrihet kur ju i ndihmoni sa më shumë njerëzve të arrinë suksesin e tyre. Kur ju i ndihmoni sa më shumë të tjerëve, jo t'i shkelni të tjerët, por të ju ndihmoni atyre, të ju jepni dorën dhe t'i ngrisni nga vendi ku ato janë. Në qoftë se janë ato shumë negativ, ju do t'i kuptoni. Se jo çdo njeri ka një pikpamje. Se cili njeri e ka pikpamjen e vete se si i shikojnë gjërat. Në qoftë se 3 persona e shikojnë të njëjtën gjë, se cili do ta përshkruaj në formë tjetër. Ishim tani në seminar me Avniun. Dhe edhe unë dëgjoja të njëjtin speaker që flet, edhe Avniu e dëgjonte të njëjtin speaker që flet. Mirë po, kur komentonim, Avniu thoshte se tha diçka tjetër, unë thoja se tha diçka tjetër. Dhe ai ka plotësisht të drejtë sepse ai ashtu e ka dëgjuar. Dhe unë kam plotësisht të drejtë sepse unë ashtu e kam dëgjuar. Dhe personi që është negativ ka plotësisht të drejtë sepse me gjëra të tilla e ka të mbushur mendjen e tij. Dhe ai nuk mund të flet gjëra që nuk janë brenda tij. Çdo njeri që ju akuzon juve, ju tall juve, ai është i hapur para jush. Dhe para jush ai tregon se kush është. Tregon, hiç pa e pyetur ti asgjë, ai tregon se kush është. Sepse ai fillon flet gjëra negative për të tjerën. Dhe ti e kupton se me çfarë personi ke të bësh. Dhe thuaj faleminderit shumë që ma dhe këtë mësim.
Unë do të kthehem dhe do të mësoj më shumë për veten time, kush unë jam. Unë do të kthehem, do të dëgjoj më shumë audio pozitive. Unë do të kthehem, do të lexoj më shumë libra pozitiv, që mos të më paraqiten manifestime me njerëz negativ. Sepse ata ndoshta kanë zgjedhur ta jetojnë jetën e tyre në formë negative. Dhe të gjithë juve sot nuk mund të flas në Viber, sepse do të thotë koha është e kufizuar dhe unë mund të flas vetëm me disa persona në ditë, do të flasim në ditët në vazhdim. Deri me datë 18, shkurt, unë kam kohë çdo ditë që të flas me ju, dhe do të flasim në Viber, e kam lënë numrin aty, dhe do të mundohem që sa do pak të përcaktoni cilën rrugë ju doni ta merrni në jetë. Doni të jeni të lumtur apo doni të jetoni në njerrim, duke qarë dhe duke u bërë qaramana, duke u ankuar për çdo gjë dhe për gjithçka. Nuk është koha më që të qajmë. Ju nuk jeni këtu që të qani e të vajtoni. Jeni këtu të jeni fitimtar. Dhe të jesh fitimtar, do të vendosish. Sepse suksesi është vetëm një vendim për më tej. Kështu pra, unë e di se çfarë ju më thoni. Dhe nga ajo që ju më thoni, unë e kuptoj se nga çfarë këndvështrimi ju e shikoni jetën. Dhe e kuptoj plotësisht si mund të jetë situata juaj. Por në qoftë se përdorni organet që i kemi, që janë dy veshët, një gojë. Në qoftë se përdorni veshët ashtu si janë dy, se nëse do të duhet të flisnim shumë, do të kyshim dy gojë dhe një vesh. Kemi dy vesh dhe një gojë. Dhe duhet t'i përdorim me proporcionalitet. Do të thotë të dëgjojmë më shumë dhe të flasim më pak. Sepse, kur dëgjojmë më shumë dhe dëgjojmë me interes, mund të mësojmë diçka. Kur flasim, e themi vetëm atë që e kemi brenda nesh. Kur dëgjojmë, mund të mësojmë diçka. Mund të kapim ndonjë copës të artë nga ky webinar tani që është online. Dhe ta përdorim në jetën tonë. Pse i lexoni statuset e mia? Pse e dëgjoni këtë webinar? Pse i bleni librat? Pse regjistroni në Empower? Pse jepni para? Të mësoni, por nuk e mësoni. Do të thotë, edhe vini të mësoni, tha speakeri që ishim në seminar, edhe paguani të vini të mësoni, edhe nuk e aplikoni. Të dini dhe të mos bëni është të mos dini. Të mësoni dhe mos ta bëni, mos ta aplikoni, është mos ta dini. Atëherë pse mësoni gjërat që nuk i aplikoni? Pse doni të besoni vetëm në gjëra negative? Vetëm gjërat negative i krijoni kur besoni vetëm në gjëra negative. Kur flisni vetëm gjëra negative, ato gjëra i krijoni. Tani, ajo që e flisni sot është ajo që do ta krijoni nesër dhe në 2 vitet e ardhshme. Çdo ditë ajo që flisni, atë e krijoni. Ajo që mendoni, atë e krijoni. Dhe e fundit, pas mendimit vjen emocioni dhe emocioni është ai që e krijon pastaj manifestimin. Emocioni është ai që e krijon manifestimin. Pastaj analizoni jetën tuaj, shikoni jetën tuaj dhe pyetni veten si jam ndjer para se të mundohet diçka e cila ka mund të jetë si një diçka negative. Por nuk ka diçka të mirë dhe diçka të keqe në këtë botë. Si e fillova këtë, ashtu edhe do ta përfundoj. Jeta është një lojë, njëjtë si treni i shpejt, ku ne hypim e paguajmë biletën, hypim tek ky tren. Njëherë shkojmë shumë lart, mandej bijmë poshtë, mandej përsëri lart, mandej përsëri poshtë. Jemi të lumtur, mandej kemi frikë, jemi të lumtur, kemi frikë dhe në fund dalim nga treni. Dhe s'ndodhi asgjë. Ne jemi përsëri energji, përsëri është shpirti jon. Të përsëri asgjë s'ka ndodhur.
Besoj se sonte nga ky webinar do të merrni diçka dhe do të aplikoni në jetën tuaj. Unë jam shumë e lumtur, jam e bekuar, jam vërtet falenderuese mirënjohëse për të gjithë ju njerëz mrekullueshëm, të cilët fola sot dhe kanë folur edhe më përpara, sepse me të vërtet jam e mahnitur se si ata përdorin vetëm statuset ose videot që unë kam në YouTube dhe kanë filluar të ndryshojnë jetën e tyre. Për të mirë. Çdo ditë, në çdo mënyrë, unë bëhem më mirë e më mirë e më mirë. Përdorni këtë fjali 30 ditë arshme. Në qoftë se një ditë harroni, filloni nga e para dhe vazhdoni pastaj më të tjerë. Nësa, sa i përket mundësive për të fituar para, mundësi ka sa të duash, ku të duash, si të duash. Vetëm sa ne jemi të gatshëm t'i pranojmë ato mundësi kur ata na paraqiten. Cila do mundësi tek e cila ju jeni, në qoftë se jeni në një biznes, në qoftë se jeni në një network marketing, qëndroni deri në fund sistemit tek i cili jeni lidhur. Dhe do të keni sukses pafund. Mësojeni sistemin si që është i thënë nga njerëzit që kanë arritur sukses. Dhe do të keni sukses. Mos mundoni që të ndryshoni recetën, sepse në qoftë se ju doni të bëni tortë të çokoladate dhe harroni t'i fusni çokoladë, atëherë nuk do të del tortë të çokoladate. Recetat janë aty. Duhet vetëm t'i aplikojmë. Nuk duhet asgjë të shpikim dhe asgjë të fusim nga ajo që nuk duhet. Ju dua shumë dhe shihemi vetëm në suksese. Sepse ne kemi dy opsione, sukses ose sukses. Nuk kemi opsion tjetër. Nuk kemi zgjedhur opsion tjetër. Pse, apo tallej jemi të zgjedhim diçka tjetër kur e kemi shansën që të zgjedhim? Kemi shansën të zgjedhim dhe të zgjedhim diçka tjetër përveç suksesit.